Futbolli i vajzave po fiton gjithnjë e më shumë vëmendje në Shqipëri, sipas raportit UEFA Grow Market Research i realizuar nga UEFA dhe Nielsen. Interesi për futbollin e vajzave është katërfishuar krahasuar me vitin 2016, duke dëshmuar progresin e vazhdueshëm të këtij sporti në vend. Studimi tregon se interesi për futbollin e vajzave është rritur me 3% në vitin 2016 në 12% aktualisht, ndryshe nga trendi europian, ku interesi vjen kryesisht nga meshkujt. Në Shqipëri janë vetë vajzat dhe gratë që e ndjekin më shumë futbollin e vajzave, me 17% interes krahasuar me 8% të meshkujve. Raporti evidenton gjithashtu se 46% e shqiptarëve shprehin interes për futbollin e vajzave, ndërsa 1 në 5 persona identifikohet si tifoz i këtij sporti, duke vendosur Shqipërinë në nivele të ngjashme me mesataren europiane. Perceptimi ndaj futbollit të vajzave mbetet pozitiv. Sipas të anketuarve, 74% e shqiptarëve besojnë se zhvillimi i futbollit të vajzave përfaqëson një zhvillim pozitiv shoqëror, ndërsa 59% mendojnë se ai ofron modele pozitive për brezin e ri. Gjetjet e raportit tregojnë se shqiptarët e konsiderojnë përmirësimin e imazhit të futbollit të vajzave si prioritet kryesor për zhvillimin e mëtejshëm të këtij sporti, ndërsa investimet në bazë dhe të moshave të reja renditen si faktori i dytë më i rëndësishëm. Për tifozët e futbollit të vajzave, motivimi kryesor për të ndjekur këtë sport lidhet me kohën cilësore të kaluar me familjen dhe miqt, emocione që ofron loja dhe atmosfera e ndeshjeve. Nga ana tjetër, raporti identifikon edhe sfidat që mbeten përpara, mungesa njohjes së futbollistëve, mbulimi i kufizuar mediatik dhe atmosfera rreth ndeshjeve renditen ndër faktorët kryesor që pengojnë një pjesë të tifozëve të ndjekin më shumë futbollin e vajzave. Të dhënat e raportit konfirmojnë se futbolli i vajzave në Shqipëri është në rritje të vazhdueshme dhe se investimet e Federatës së Futbollit në zhvillimin e këtij sektori po kontribuojnë në zgjerimin e interesit dhe e përfshirjes në këtë sport.